طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek libri I Ibn Qayyim al-Jawziyut, mjekësia të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dersën e kaluar kemi folur për mjekimin e magjisë, për helmimet, për vjelljen. Sonte vazhdojmë me temën vjellja pastron stomakun nga substancet e dëmshme. Njeriu kur ka magji, kur ka sihr, a keni vrej që rukjegjit japin disa substanca, disa barna, disa ilaçe për me nxit vjelljen. Sepse ti mundesh me hongër një magji apo një sihr, edhe mbos qasaj substance që e kiti mrenda në trup, ajo I jep një lloj urdhri shejtanit se çfarë urdhri I ka dhënë sihirbazi. Atër për me shkatru sihrin, që duhet me bo? Duhet qatë pjesë me gjithë. Ajo pjesë mund tjetë e fshirë me një vend caktuar, po mund tjetë edhe me hongër, në lukt. Ka raste për shembull japin zhif. Keni dëgju që japin zhif? Subhanallah, di çfarë domi të madh shkakton ajo. Se zhiva lëviz, është shumë problematike. Edhe nuk tretet. Merre zhivën edhe qiti shkat dush, qiti atretet, stretet. Sikur yndyra për shembull. Nëse merr yndyrën edhe qet nuj, atretet, gjithmonë rrin si yndyr. Po kjo është hala më fuqishme se yndyra. Më thonë nuk tretet mrena. Për atë arsye lëviz. Edhe është shumë problema, po. Thot autori I librit të vjelltit e pastron stomakun. Për shembull, nëse një person përveç sihrit është helmu, po e zon, o helmu. Edhe është mirë në ato momente me nxit vjelljen për njerë. Ose, siç kemi thonë dersën e kaluar, me përdor ajran si antidot, që me neutralizu helmin. Njeriu që me neutralizu helmin, sepse ky helm, nëse nuk hiqet, nëse nuk del nga lukthi, ku shkon vllazni, shkon në gjak. Është lukthi, është zora 12 gishtore, është zora hollë, zora trash. Tek zora hollë ku të shkon janë enet e gjakut që e përthithin ato dhe futet në gjak. Kur futet në gjak, shkon në për organet vitale. Edhe pe dini rastin që Muhamedi a.s. e helmun, apo? E helmun. Dhe dishte Allah subhanahu wa taala, ai zbashku me sahabët, bëri hijame edhe u shëru. Mirë, po një pjesë e helmit I kishte mbet. Dhe tha Muhamedi a.s. deshti caktimi I Allahut që çajo pjesë e helmit që më helmu ma herët, tash I ka ardhur koha që unë me vdik. E unë e ndërlidha me çështjet e mikrobeve latente, mikrobet e fjetura. Për shembull, njeriu kur smuhet prej një infeksioni të caktuar, edhe I përdor disa ilaçe, mirë po nuk shkon deri në fund të terapionit dhe nuk I mbyt gjitha mikrobet dhe I lën ato si të fjetura. Në momentin kur imuniteti dobësohet, ato për një herë ngriten. A ki vrejt dikonin çdo 2-3 muaj e rrokës smuhet. Pse I ka ato mikrobet e fjetura? Që ato veç e këshyrin organizmin. Po nerth, apo ko e diune shembull gjirësitë të shumë, edhe në moment ato për njerë reaktivizohen. Për atë arsye, çdo herë kur kemi smundje të tilla, duhet me shku te mjeku, mi bë analizat, gjitha këto gjëra me verifiku që a ki as ki. A je a nuk je. Ajo çdo 2-3 muaj më çu me marr infuzione ti me shkatru trupin me antibiotika. Pastaj thot e mprek shikimin, e heq dhembjen e kokës, vjellja. Kuron ulqerat, ulqera është në stomak, ulqerja është thotit në lukth që I thajnë. Pastaj thot infeksionet në veshka në prostate kështu me radhë. Një njeri I shëndetshëm, çfarë thot, duhet të kryj vjelljet vullnetshme 1 ose 2 herë në muaj. Mirë është me vjell. Më thon pse? Sepse I hek ato të këqija që I ka brenda. Po, shka s'ham në o vllazni. Shka s'ham. Bile, subhanallah, pe dini helikobakteri, që është helikobakter pylori, që një tretën, çdo I treti person do këtë e ka, mbas statistikave, e thekje qëtu një nutricioniste,
që mirët me punën e ushqimeve, thoshte kur ti merrni pemët, thot për shembull dravzat, ku diun këto gjëra që i hajmë apo qershijat, mi qit në sot të bukës. Mi qit në sot të bukës. Ujin edhe sodën e bukës mi qit që mikrobat mi mbyt, edhe sepse përhapet Helicobacter pylori. Helicobacter pylori është shumë problem, subhanallah. Shumë është problem. Vjen njëra gojës, dhem shpina, të shtin depresion, derisa në fund mund me shkaktu edhe kancer. Është problem. Edhe nuk mbytet lehtë. 2 javë ditë me përdor antibiotika, mëse duhet me bo analizën me këqyr, bot nëpërmjet gjakut apo edhe nëpërmjet fecesit, nevojës madhe. Nëse nuk i mbyt mikrobet, 2 antibiotika të fuqishëm i japin, pastaj e ndrojnë antibiotikat edhe 2 tjera i japin, edhe 2 javë tjera, në fund po është i shërushëm, me lejnë Allahut është i shërushëm. E nëse ti nuk e kuron qysh duhet, ato kanë me të qëndru mrenda në trup, edhe të shkaktojnë probleme, të shkaktojnë lodhje. Atë e ki një lloj lodhje, apo të mërshme e ki. Veç për një mikrobit vogël që na nuk e shohim, subhanallah. Pastaj thot, si që tham, 1 herë apo 2 herë në muaj, njëra pas tjetrës, në mënyrë që e dyta ta pastroj trupin nga substancat që mbeten pas hirës së parë. Vjelljet e tepërta normalisht e dëmtojnë stomakun. Për shembull kur kemi vjellje tepërta, kur ka infeksione të ndryshme, kur ka edhe vjellje tugebark që thënë, apo vjellje edhe barkëqitje, është shumë problem se është dehidratim, mund me tup langjet, saritohet njëri. Se me pas veç barkëqitje, vjellje mos me pas, është më lehtë, sepse hajsh. Kur ki vjellje dhe barkëqitje, o problem. Se asun hash, vetëm infuzion do të me marr. Vetëm infuzion për me do më thonë për me rigjeneru trupin, apo për me forcu, do më thonë mi dhonë langje trupit. Pastaj thot dhe i dobëson shtresat e ti mbrojtë, se gjithashtu ato dëmtojnë dhëmbët, shikimin, dëgjimin, madje shkaktojnë dhëmbje koke. Koha më mirë për vjellje të vullnetshme është vera dhe pranvera. Në verë dhe pranverë duhet, do më thonë, është e mirë mu me pas vjellje, dhe jo në dimër dhe në vjeshtë. Pas kryes këtij veprimi, është e këshillueshme që të pihet lëng molle edhe shurup drëndafili. Keni vrej që thënë plakat kur ki probleme me lukt me përdor shurup drëndafilit. E stabilizon. Subhanallah, këtë që pe lexoj këtu, këtë ato mjekësia plakave të na që ju thënë, këtë po shihet që janë nga Islami. Nga, domethënë, mjekët musliman që kanë qenë të mahershëm. Këtë këto i ke. Pastaj thot, nxjerrja e ushqimit mund të bëhet nga goja, por edhe nga rrugët e mëposhme në formë të diaresë, barkëqitjes. Hipokrati ka thënë, në stinën e verës, nxjerrja e ushqimit duhet të bëhet nga goja, dhe mundësisht pa nevojën e ilaçeve. Pa përdor ilaç me nxit, po me nxit vetë kështu. Kurse ndimër ajo duhet të kryhet nga poshtë me ndihmën e ilaçeve. Tani udhëzimi i profetit alayhisallam për kërkimin e mjekut më të mirë. Më thonë, udhëzimi i pejgamberit alayhisallam që me shku me lyp mjekun më të mirë. Se cili e lyp mjekun e mirë? Apo a ki vrejt, ish një mjek filoni, vallaj, mashallah ish. Një i ta gjosht edhe për hoxhën. E shikon cili është më i miri, cilët ja beson fen, sa i ta transmeton fen që është hak, apo po edhe mjeku që të kuron për shëndetin tënd. Pastaj thot Imam Maliku shënon në librin e tij El Muwatta, rrëfimin nga Zeid ibn Aslam, që tregon, në kohën e pejgamberit alayhisallam u plagos një burr. O ka plagos një burr. Plaga të cilët u infektua rënd. Marrësh plagë të infektohen. Edhe subhanallah, në momentin kur ta preshti dikon, duhet me mbulu, qoftë me gaz apo me diçka, sepse në tetik të rinë mikrobët. Për një herë përmet me sulmu dhe mu fut brenda në organizëm. Ndoshta imunitetin e ki dopt vllajë, nuk i ki leukocitet e fuqishëm, do të thonë ato antitrupat e fuqishëm, qelizat e bardha të gjakut. Shkurt e kjo të sistemin imunitetin nuk e ki të fort, atër ti i bën dom trupit. Pse kanë thonë për shembull që nëse të hanë një gjarpën me helm, çka me bo me dhom me e tërhek gjakun e papastër nga personi. S'po dia keni dëgju këto? Me ngre me thith me çka? Me dhom. Mirë po dhomt që i ka të mira.
që nuk ka probleme, sepse të dasht me e kuruti një person e dëmton vetin. Qatë helm, që ky helm, ty pastaj ndikon të ti. Dhe du të me pas kujdes. Ti dhomën i ki këtë qërëk aty, edhe tu e ngrevesh drejtët në dhomë aty, mi desin të vrima aty kërk, të karijesi. Që ki bu dëm, dhe du të me pas kujdes. Pastaj thot, për këtë arsye, burri thiri 2 mjek prej fisit Benu Amir për ta vizituar. Pejgamberi sa ju drejtuar tyre të dyve, cili prej jush është mjeku më i mirë? Ju drejtu, cili është më i miri? Ata thanë, a shihet zotësia në mjekësi? Pejgamberi sa tha, ai që ka zbritur smundjen, ka zbritur edhe ilaçin e saj. Ky hadith tregon se muslimanët duhet të kërkojnë dhe të gjejnë njerëzit më të aftë fushës, se të merr në qafë, vllai jam të merr në qafë vllai. Doktori keq të merr në qafë. Hoxha i keq ta shkatron dynjon e ahiretin. Shkon ti për mushëru, ka plot raste. Hajtë se s'ki kur gjotët, hajtë se s'ki kur gjotët, des personi. Pastaj thot çka? Sepse ashtu sigurohet cilësia më e mirë e saj. Për shembull, ai që kërkon të di diçka rreth një çështje fetare duhet të pyes për këtë njeriu më të ditur të fesë. Pejgamberi sa tha, ai që ka zbritur smundjen, ka zbritur edhe ilaçin e saj. Kjo me një aspekt të ta lehtëson. Kur ta din që e ke një smundje, edhe në moment kujtohet hadithi i pejgamberit alayhis salam që është një ilaç, po e rëndësishme është që me gjetë çat ilaç, kjo është. Nëse je i bindur në Allahun subhanahu wa taala, që ke me gjetë ilaçin, edhe mundosh, a dini rastin para disa dite që deshti me shkuar një vëlla musliman për një vendi, nuk e di, që i shkoi aeroplani? Amre, apo? S'po di pikajt ke. Në haq po. I shkoj, aeroplani i shkoj. Edhe që aty. 2 herë, 3 herë, sa 2 herë u kthy. 2 herë u kthy aeroplani. Edhe nuk deshti shof piloti aeroplanit me vazhdu udhëtimit pas 2 herë e tha pa e marr amrin. S'po bën. Po hypi nalt, prishje sen, po du të më kthy. Duaja fuqishme. Duaja fuqishme bën që gjatë aeroplan me kthy mbrapa. Për një person. Pse çka është duaja? Kur kemi dua, po na nuk kemi dua të fuqishme me tevekul, me sinqeritet dhe me mbështetje të fuqishme, se vallahi billahi, kur je i mbështetëm në Allahun, shkatron edhe malet. Kur je i fuqishëm. Mu kon aq mbështetje në Allahun subhanahu wa taala, hecesh edhe mbi deti. Mu kon aq fuqia mbështetëse tek Allahu subhanahu wa taala. Po problemi është që nuk është fuqia mbështetëse dhe për atë arsye kemi probleme. Pejgamberi sa siç tha ai që ka zbritur smundjen, ka zbritur edhe ilaçin e saj, ka plot hadithe të tjera të përafërta me këtë. Prej tyre mund të përmendim hadithin që përcjell Amr ibn Dinar, pra Hilal ibn Yasaf, se kur pejgamberi sa po vizitonte një të sëmur tha, dërgoni dikë për ta gjetur një mjek, dikush tha. Edhe ti e thua këtë o pejgamber? Më ti po lypish mjeka? Po, me të vërtet Allahu krenar dhe i lartësuar nuk ka zbritur ndonjë smundje pa sjell për të dhe ilaçin. Sebepin du të me gjithë vllaja, du të me lypë sebepin. Më këtu, subhanallah, ju qova më doket Imam Mukbili. Ka qenë i smund vllazni Imam Mukbili, edhe është dosht mi dhonë gjak anden. Gjak mi dhonë. Se ka pas gjak derë dhe ku e dione, Shekh Mukbili, Imam Mukbili nuk ka pranu gjak. Pa e ditë se pre kujt është. Nuk ka dosht me përzi gjakun e vetë me gjakun e njerëzve që si një. Aq takwa, subhanallah, edhe nuk i kanë kallcu. Një zotë di u konë në humbje vetdijes, kanë dashur më dhon gjakun, s'pe pranon gjakun trupi. Bindjen e fuqishme që mos më marr gjak të huaj, edhe nuk ja ka pranuar trupi gjakun. Tjetri, Shekhu Dhemini rahimahullahu taala kur ka shku mushëru për çështjet mjekrës, mushëru në një spital të jo muslimanëve jashtë Arabisë, që lejohet me shku edhe në vendet jo islame, mushëru nuk ka asnjë problem. Edhe i kanë thonë që kemë me ta dhonë një ilaç mirë po të bjen mjekra. Thot ja, s'pranoj. Subhanallah. E ata që e rrujnë mjekrën, çfarë mi thonë? Ky për smundje vllazni, ky për smundje që Allahu alem, Allah e di mas miri në kësi raste, kur ka të bëj jeta vdekje,
mjekët që shi parashikojnë se vdekjen e din veç Allah subhanahu wa taala, në disa raste lejohet me bo edhe ndonjë lëshim apo për çështje të mjekësisë, ai nuk ka pranu veç pse pi hiqet mjekra, pi bjerë mjekra, qysh dalë para Allahut në pa mjekër, Allahu Ekber. Kjo është imani e vëllazni. Mirë po që sa vjet edhe sa vite dhe në ditë gjykimit ka më përmend që u themini. Ergini për përmend këto në ratë kosë, më shatin ratë kosë në Kosovë, në Kosovë të vogël, pi Arabisë atje. Kurse kum pa, kurse kum taku, me librat e ti jemi mësu, edhe po përmendet e emni ti. Edhe ka më përmend deri në ditën e gjykimit, si Sheli Sami Ibn Taymi, si Ibn Qayyim al-Jawziyyu, si këtë ulemate më hershëm. Po çfarë kuptimi ka thënë nuk ka zbritur smundje pa zbritur dhe ilaqin? Për këtë janë dhënë mendime të ndryshme. Disa thonë se zbritja e ilaqit nën kupton që Allah i mëson krijesat se cili është ky ilaq. Më thonë, Allah subhanahu wa taala ka dërguar një smundje, por njëkohësisht e ka quajtur edhe ilaqin. E disa e kanë komentuar dhe kanë thonë që Allah subhanahu wa taala i frymëzon njerëzit me shku me gjetë ilaqin. A për dini rastin që e kemi trajtu më herët në derset e para të këtij libri për çështjen e zbulimit të penicilinës. Penicilinës. Çka? Është pa vëllazni, apo ngoni. Subhanallah, duke u lumtu mikrobin, Alexander Flemingu, laboratorin e tij, e kalon me një, ku e dione, tabulla që mi thonë aty, e kalon mikrobin. Edhe hajtë do ta ulim të i nesër, apo mas nesër, apo ku e dione, një pushim e kalon një distancë kohore, kur ka ardhë pas taj është këthy, e ka pa që mikrobin nuk është shkatru mikrobi. Kur peshe, ka zbrit shka myku. Myku ka zbrit. Qëtu që pelo mikrobin të e këshyr me mikroskopa me sen me thonë sot, apo hajtë nesër pe lope këshyri. Edhe kur pavi nesër, pe marë gotën këtu pe këshyri, mikrobin nuk ekziston më. është shkatru. Kur pe këshyri afer saj, që ka ndodhë? Ka zbrit pinaltit mykju. E ka marë mykun, e ka sintetizu pastaj, e ka mboj ilaq, edhe ja u ka ndonë njerëzë me i mytë mikrobin. Që ilaq? A pëshin ilaq i ku është? Penicilina. Penicilina është për mykut. Alexander Flemingu vitin 1920, kemi mësun mikrobiologjina, mjekësi që ata po më kujtohet, 1920 e diçka qëtu saksisht, nuk vedi para 100 vjete. E sa ilaqi është, e sa bari është, na nuk e dim. Edhe për kancer, edhe për këtë ka. E rëndësishme është me gjitë. Edhe sa jemi të sinqert na me lypat ilaq. Po njëkohësisht neve na jep fuqi dhe kurajo që mos me lëshu, do më thonë trupin, me thonë, u shkatrova, jo, mbështetja në Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot, po ky shpjegim nuk është i saktë, pasi megjithëse pejgamberi sa na ka treguar se çdo smundje ka ilaçin përkatës, ai përsëri ka thënë e di kush e mësoi ilaçin dhe nuk e di kush nuk e mësoi. Disa të tjerë kanë thonë që hadithi nuk kupton krijimin e smundjes dhe krijimin e ilaçit. Disa kanë thonë. Dhe më thonë, Allah subhanahu wa taala pe krijon smundjen, po njëkohësisht pe krijon edhe ilaçin. Sikur çështja subhanallah, edhe ky mundet më konë një koment i mirë, për më kujtohet mu me bo një qiyas për shembull, Allah subhanahu wa taala çon një virus. Se viruset janë ndryshme. Nuk është ky virus që ka qenë më herët. E çon një virus edhe mund të shkaktoj një epidemi, pandemi të madhe apo. Mirë, po për me mbyt çet virus, duhet tash na me marr prej këtij virusit ARN. A vëllëtan ARN. Në formë të vakcinës për me myt pastaj këta. Që i bie njëre krijoj smundjen, virusin, po e krijoj edhe ilaçin kundër smundjes. Si çush thash çështja e serumeve, për shembull, serumet çush bën vllazni? Kur tan, për shembull, kur tan gjarpni, qeni, ku e diun e këto, çka bëjnë? E marrin prej qenit. E marrin prej, a keni pa për natyrë ato çush është ajo gjarpni që është. Do thonë e marrin që i bie helmin e saj,
në formën që nuk ka fuqia me dëmtu ty. Mirë po ka fuqi me luftu ata. Me luftu do më thonë, atë smundje. Pastaj thot, me të vërtet Allahu, pejgamberi sa në një hadith tjetër thot, me të vërtet Allahu lartëse nuk ka krijuar në tokë smundje, pa krijuar në të dhe ilaçin e saj. Ky mendim është më afër të vërtetës se mendimi i parë. Disa të tjerë thonë se Allahu i lartësuar e zbret smundjen dhe ilaçin nëpërmjet melekëve që janë ngarkuar me këtë detyrë ashtu siç kryejnë detyrat e tjera. E dërgon smundjen, po e dërgon edhe ilaçin. Dhe bartësit e smundjeve virale vllazni kanë thonë ulemoja që gjinti për hapin. A keni vrejt për shembull në kohën e Covidit, ka pas raste personi kur s'ka dalë për jashtë. E ka rujt vetin në maksimal. Është smundë ka vdekë. Ka brek, ka ardhë. Se është një llaf që thënë gjinët e përhapin smundjet virale. I kapin dhe i përhapin në për njerëz. Disa të tjerë thonë se Allah i lartësuar e zbret smundjen dhe ilaçe nëpërmjet melekëve, e tham këto. Disa të tjerë thonë që pjesa më e madhe e ilaçeve vjen nëpërmjet shiut. Subhanallah, nëpërmjet shiut vjen ilaçi. A i dini që shiu vllazim nuk është përcjellës i energjisë? A i dini? Është ujë destilum. Uji H2O që kjo joni që është përqus shumë i mirë. Qite titelin, qite gishtin, a ki pa për shembull nëse ujë shkelish dhe zinhesh me rrymë, desësh. Sa është përqus. Në më thonë, shkon të gzim, shkon për një herë. Mirë, po ujë destilum, është ujë pastër që zbret për Allah subhanahu wa taala, nuk ka elemente. Elemente përquse. Dhe për atë quhet ujë destilum. Dhe Allah, disa po thonë që Allah subhanahu wa taala për dërgoj ka ilaçe nëpërmjet shiut. Për dërgoj ka ilaçe nëpërmjet shiut. Pastaj edhe jo rastësisht në hadith e kemi që pejgamberi alayhis salam kur ka ra shi e ka qit kryt, e ka hek, domethënë atë domethënë mbi që ka pas të mbulume, e ka hek edhe thot sapo ka ardhur prej Allah dhe du që me milak flokët apo kokën. Keni një video të Sheikh Uthayminit, a keni pa? Që e hek edhe del, më thonë, për me lak kokën dhe është sunnet, që në herë me lak kokën kur bjerë shi. Pastaj thot, pasi shiu ndihmon në zhvillimin e bibënësisë dhe sendeve ushqimore që nënkupton, kështu edhe mjetet e kurimit, uji shiut që zbret nga majët e maleve, merr me vete gjithashtu minerale të ndryshme, në të cilën përdoret mjekësia, një larmi frutash, bimësh, madje edhe ujërat e burimeve përdoren në kurat e ilaçit. Bukur. Përgjithësia mjeku të pa kualifikuar. Imam Ebu Davudi, Imam Nesaiu, Imam Ibn Majah shënojnë rrëfimin e Amr ibn Shuaibit se pejgamberi sa ka thënë: ai që vetë deklarohet thot si mjek, thot, dhe nuk e njeh këtë profesion, ai mban përgjegjësi për veprimet e tij. Ai që deklarohet doktor, Allah doktor, ai që po do sirbazat që janë hoxh. Po çfarë hoxha ai gjinxhi është, sirbaz është, te hoxha, mjek popullor, po mjek popullor, po bravo. Mjek popullor. Shejtan. S'ka të bëjë, as me mjek popullor, as me shejtan është. Shejtan form njeriu. Nga ky hadith dalin 3 lloje përfitime, është gjuhësore, juridike, mjekësore. E para, në aspektin gjuhësor, fjala tëp është turqisht mjekësi i ber. Mirë po thot, në gjuhën arabe përmend disa kuptime. E tëp disa kuptime. Thot ndreqje, përtëritje, rregullimi diçkaje ose mjeshtri, zotësi e plot për diçka. Jo vetëm për fushën e mjekësisë. Që ky tëp nuk është vetëm për fushën e mjekësisë. Kuptim tjetër është zakon, shprehi. Përveç kësaj, tabib, qëre tëp, që to kuptime ishin, por njëkohësisht edhe për mjekësi. Me po ai që bën tip, që bën tëp, çka? Thot ai që bën tip, thot ai është tabib. Tabib në gjuhën arabe është mjek. Tabib është mjek. Thot në gjuhën arabe mund të quhet edhe ai që bën magji. Subhanallah. Edhe ai që bën magji.
Në Sahih është rrëfimi i Aishës që thot kur çifutët i bën magji sir pejgamberi sa pran ti u ulën dy engjëj, njëri te koka dhe njëri te këmbët, edhe po flasin dy melaçe. Edhe pi thënë, çka i është bë pejgamberit sa që s'është mirë? Çfarë shqetësimi ka ky burr? Tjetri i tha, është prekur nga magjia. Kush i bëri magjin? Tib, pshet tib. Thot ati filan që futi, ktheuaj, Ebu Bejde thot gjithashtu se ata që janë të prekur nga magjia quhen matbub, fjalë që rrjedh nga tib. Fjala tib shënon një njeri të ditur në përgjithësi ku përfshihet doktori. Në aspektin fetar, nga hadithi mësojmë se mjeku ignorant duhet të paguaj për gabimin e tij. Nëse bën gabim, shko pa ditë. Pse më thon di, kur s'din. A veç përpara e kia? Kur s'din, mos e merr përgjegjësinë. Pastaj thot, pasi ai ushtron një profesion për të cilin nuk është i kualifikuar, e që si pasojë dëmton njerëzit. Kjo në fakt tregon se ai ka mashtruar atë për shkak të lekut. Apo sa të tillë janë plot. Fatkeqësisht edhe për punë të hijamës, do të më ditë vllazni unë më herët kum po hishin kështu, masakri bëjshin njerëzit. Nuk shkon me bë masakër njerëzit ashtu, vëlla. Duhet një maj e vogël me e prej. Mjafton del gjoku. Kam pas raste disa prej xhallarëve se kanë bë, i kum po në për kom, në për vendet ndryshme, vija ka bo hapip. Kështu. Po jo, më vëllai nuk shkon ashtu? Një pikat vogla. Sa mundomun e pikat vogla bile një hoq ma bëke shumë jetu i bo, edhe ma të vogla duhet ma bëke. Mundona maksimalisht pikat vogla, shumë vogla me dal gjak, mjafton. Edhe shqiptarët janë mësua, keni po ju në herë, ndoshta secili prej nesh, kur të bën hijama, a qiti pra shumë gjak. Let mushet, mirë let mushet. Nuk është qëllimi me musha, ja. Qëllimi është e tja qes ma se më fotonë, tak që, a u knoqe. Këshëra, atë ka dal gjak. Nuk është qëllimi me dal shumë gjak. Qëllimi është mja qillu të vendi ku është i smut. Dhe në momentin ti kur ja qillon të vendi ku është i smut, kur e të rek qof një pik gjoku që e të rek, ti shnoshësh me letë Allahut. Nuk është të nevojsh me këtë gjokun me vledh aty edhe me gjujt aty. Qëta është para një 3 jave, 2 jave ja bona një vllot, edhe po ma bon, dje po ma bon, tha, kur po bëjmë i gjamin? Po ta bona, jo tha në kokë ku bo, tha tash në trupë du me bo. Ne ka dalë dhe le të kalon pak, prit pak. S'po thëmë që s'leot, mundesh edhe çdo muj me bo, çdo javë, nësa është smut personi e shumë e ko e dione, ne po du të me pas kujdes. Sidomos kur ka hipotension, kur ka tension tull gjakut, kur e ka sheqerin poshtë, jo probleme këta, e hupi vedijen e hupin. Është problem, saritohet njeri. Pastaj thot në aspektin fetar, El Hatabi ka thënë, nuk din ndonjë kundërshtim mbi qëndrimin se kur dikush trajton një të sëmur dhe dëmton atë, ai duhet të shpaguaj financiarisht dëmin e bërë. Duhet me dhënë lek. A ki dëmtu? Pare jep tash. Pare. Pastaj, në përgjithësi ka 5 lloj mjekësh. I pari është mjeku i përgatitur mirë që e kryen profesionin me përpikëri dhe përgjithësi. Kur një mjek i tillë trajton një të smur një akt, ky i lejuar si nga feja dhe nga i smuri, nëse bën ndonjë gabim, ai nuk është përgjegjës për këtë gabim. Sepse është mundu, sikur mushtehidi vllazni. Kur mundohet edhe bën gabim, apo nuk ka përgjegjësi inshallah taala. Llojin e dytë hyn mjeku ignorant. Thot kur kuron një të smur e dëmton atë, nëse i smuri e ka ditur se mjeku është ignorant dhe përsëri e ka lejuar që ta kuroj, atëherë këtu nuk ka vend për kompenzim. Këtë japet din që ai trullon, s'din kur gjoheq. Hetë sot u ditë kur gjoheq. Qa po shkon të ajo vlla? Apo bën analiza, apo qa po do me bo? Eksperiment jetu do është me bo, ti me trupin tëndë. Mësë shkote një njeri që nuk e ka përvoj, nuk është i kvalifikuar për atë punë. Pastaj thot, po ashtu, nëse një mjek sharlatan i jep të smurit një recetë caktuar dhe i smuri e zbaton atë, duke menduar se mjeku e ka lëshuar recetën e mbështetur një detyri, si pasoj këshillat e dhëna shkaktojnë dëma, atëherë sharlatanit i kërkohet shpagim për dëmin e bërë. Lloji i tretë thot, lloji i tretë është mjeku i ditur dhe me përvojë i cili kryen shërbimet e veta në përputhje me rregullat e përcaktuara, por që pa dashur
dëmton pjesën e shëndosh të trupit të smurit. Në këtë rast, mjeku është përgjegjës për gabimin e tij dhe duhet të shpakuaj financiarisht. Kategoria e katërt është ajo e mjekut të mirë dhe me përvojë i cili jep një ilaç të gabuar dhe si pasojë smuri vdes. Në këtë rast përgjegjësia është e mjekut dhe kompenzimi duhet ose nga ana e tij ose thesari i shtetit. Më thonë, pse se institucioni të punu ti? Atëra merr përgjegjësinë ose vet ose shteti. E pagun shteti, do më thonë ti që ke bo, por sa është i kvalifikum, apo? Se ka bo domin, vllaznitash. E ka bo domin. Shamëll, nëse bëhet domi gjatë operacionit dhe prerja është bërë në vendin e duhur, mirë po ka shkaktu dome, atër nuk ka përgjithësi inshallah taala. Mirë po nëse dëmet i ka ansore, po flasem, jo te organe ka prej një organ tjetër, edhe pse është i kvalifikuar, atër ka me thonë përgjithësi. Por nëse vdes, atër normalisht, ose pagun vet, ose thesari i shtetit, buxheti i shtetit, institucioni shëndetësor, spitali, klinika, ku e diune, e pagun, do më thonë, dëmin që e ka bërë. Këto nuk ta bëjnë të na. A ta bëjnë të na? Vdes, si intereson heq, doktorin e mbron, edhe gjykatat sen, veç nëse ki licencë, kryet puna. Do të me që ka që fatkeqësisht. Në llojin e 5 hyn mjeku profesionist i cili pa marrë leje i heq një gjymtyr një personit mangët mendërisht. Ai s'do me hek, ky thot duhet me hek. Ose një fëmijë ose bën synet një djalë pa kërkuar lejen e familjes së tij dhe organi dëmtohet. Sipas dietarëve të mëthebit Hambeli, mjeku në këtë rast të tillë është përgjegjës, sepse ai ka ndërmarrë veprime pa lejen e përgjegjësve të personit, të babait apo kujdestarit. Por nëse mjeku i është dhënë leja nga përgjegjësit ligjore të smurit, ai është liruar nga detyrimi. Mjeku profesionist ndjek këto hapa kur trajton një smundje. Përcakton dhe e klasifikon llojin e smundjes. Duhet me di çfarë është smundja. Kërkon prejardhjen e shkaktarin e saj, etiologjia që thonë. Studion gjendjen trupore. A është trupi smut i fortë, a mund ta mposht vetë smundjen? Ka raste trupi është i fortë, mos jep ilaçe. Apo, pastaj thot, sheh gjendjen dhe temperamentin trupor të smurit, përcakton ndryshimet e gjendjes pacientit, përcakton moshën e të smurit, mbas moshës shikohet, çka duhet mi dhon. Përcakton, heton shprehit dhe zakonet e të smurit, merr parasysh efektet stinore, merr parasysh vend origjinën e të smurit, se ka dallim, apo, merr parasysh shqyrton kushtet atmosferike në vendin ku jeton i smuri, kërkon ilaçin e duhur, përcakton efektin e ilaçit dhe dozën e nevojshme. Se duhet me ditë sa duhet me dhon doza, apo? Qëllimi i mjekut nuk duhet jetë kurimi i smundjes, por edhe parandalimi ndonjë pasojë, që mund të jetë më e rëndë se vetë smundja. Po ashtu thot, mjeku përpiqet të jap fillimisht trajtimin më të thjeshtë dhe më të lehtë, dhe jo drejtën antibiotik. Drejtën antibiotikin më të fuqishëm. Se ku jeni smundje me armon, pastaj çka kemi boti? E ki bërë rezistant në trupin ndaj antibiotikëve. Se çkon për 3 ditë do më koni i shnosh, po veç mas 3 muaj prap thirish. Shtykom do pacienta, unë çdo 3 muaj më thirrën. Mos pëmërë, po kam punën për 2-3 ditë, po do më shnosh. A jam askon smundjer, so që e shnosh. E mush aty, mirë, infuzionet ja bën limonat aty, sari kret aty, edhe për 3 ditë, mashallah, filon doktori ish, zbanona. Shkotaj se të mush, mirë të mush ilaçe, të mush infuzione mirë, të jep në tanon të jep, edhe t'jep simptomatike, që ato që i ki simptomet, po s'munjen stashnush heq bavaki, nëse është virale, edhe mas 3 muaj prap mas e shkesh. Qa ki po kusha? Ma mirë rri një javë, rri smut një javë, me terapi më të thjesht, që vetë organizmi mi luftu ato mikroba, ato viruse, e pastaj mu fuqizu, ma mirë se sa tërkor me qenë me ilaçe. Mjeku përcakton nëse është smundja e kurueshme apo jo. Nëse ai sheh se nuk ka mundësi të ta trajtojë smundjen, atëherë le t'i ruaj energjitë dhe reputacionin e vet. Mos thotë unë shnoshi valla, po ja mos tani hiç, e në fund kur kërkujt. Kur smundja është e kurueshme, doktori sheh nëse ajo kurohet plotësisht apo vetëm mund të lehtësohet. Mjeku duhet të tregohet i butë dhe i durueshëm me të smurin, ashtu siç tregohet prindi me fëmijën. Po ashtu mjeku duhet të përdorë si ilaçet mjekësore dhe ato shpirtërore, pa lënë anash inteligjencën e vet. I smuri ka lënë për 4 faza. Smundja vllazni ka 4 faza. Faza fillestare, fillim. Po hiqën smundje. Faza e rëndimit, të kap mirë.
Faza e përmirësimit, tu përmirësu, dhe e fundit faza e përfundimit të smundjes. 4 faza. Manin ment. Mas pari atë ko për një hera, jo. Këta ka dale. Fillon njerë pak të fyti djegë, se një ki do shreja të vogla. Më shoj që ata në fillim. Se po e loje, jo, na si më shoj në fillim. Na ku të lodhemi me lese, atë res po të qemë spital. A kemi qështu. E mëstej, shkon i merë do paracetamol, do sena në këni, e kisha hajtë po kalor me pak parë, sene ku të helë pas të në fund aty, mirë. Shko drejt e mjeku vëlla për njëherë, apo konsultohu me njerëz të fushës, edhe të kalon me linë Allahut. Duke njohur këto faza, doktori duhet të hetoj me kujdes secilin prej tyre dhe t'i trajtojë ato me korrektësi. Mjek i Zotit është ai që së pari përdor ilaçet më të thjeshta se sa të ndërlikuara. Këta ka dale. Ai kalon nga më pak eforta tek ajo më tepër e fuqishmja. Veç nëse i druhet fakti se trupi mund të u bas fuqin ose nëse nuk përdoret kura, shkoj plot raste kom subhanallah, kesh të filon mjeku, me dha do senesh do paracetamol, do që s'po bëjnë kur gjë hiç. Shkon te tjetri ta mush miraj për 3 ditë çohet në kom, çaj ish doktor Allah. Apo vaki që ato 3 ditë edhe hiç mës t'i shkutaj doktori, e veç kish kalu, po merita jetë ati tjetrit. Shto njëri, subhanallah. Pastaj thot, po ashtu mjeku nuk duhet të jap të njëjtat ilaçe në mënyrë të vazhdueshme. Pse? Pse mësot trupi. Kur të mësot trupi, mëse mo, nuk e pranon. Kur trupi sulmohet nga disa smundje, doktori e nis me atë kur që plotson 3 kushte që i plotson disa kushte. Kur njëra smundje është më e rëndë se tjetra, atë doktori duhet t'ia nis me smundjen më të rëndë, dhe jo me këtë letën, më të rëndë duhet m'ia nis. Megjithatë, doktori duhet të ndjekë edhe çorinë e smundjes tjetër. Kur trupi goditet një herësh nga një smundje dhe nga një simptom e smundjes, doktori trajton në fillim smundjen, vetëm nëse simptoma është më e rëndë, si për shembull kapslëku me dhëmbje të forta e kështu me radhë deri në takimin e radhës me mbrojtja nga smundjet ngjitëse apo infektive. Pastaj kemi ndalimi i profetit nga mjekimi me gjëra që Allahu i ka bërë haram, ilaçet e palejueshme e kështu me radhë. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.